Mirë, jemi rikthyer në studio, Gramos Osmani, ekspert në zhvillimin e sektorit privat dhe aksesin në financë, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jeni me ne. Do të flasim lidhur me sektorin e bujqësisë dhe faktin që ka një akses të kufizuar në financë, pra në sektorin bankar. Nuk dua të dalem për të kuptuar, pra sepse në mënyrë të vazhdueshme është sjell në vëmendje se çfarë penalizon këtë sektor në marrjen e financimeve apo në kreditim, sepse janë diskutuar dhe faktorët, le të themi, apo arsyet janë sa tek fermerët, pra stigma që i shoqëron dhe pasigurit që shoqërojnë deri edhe tek vetë sektori bankar që nuk ka interes për të dhënë kredi ndaj sektorit bujqësor për shkak të rrisjeve dhe shumë arsyeve të tjera që lidhen me bujqësinë. Ajo çfarë dua të jetë fokusi në këtë bisedë është se si mund të nxitet, pra si ne të ndryshojmë faqe, le të themi, të ndryshojmë tablo dhe të mos jemi sërish jo përmendur, pra nëse 10 vite më parë diskutonin për të njëjtat problematika, për të njëjtën situatë, pas 10 vitesh jemi sërish në vend numëron në kuptimin e sfidave që paraqiten, por edhe aksesit të kufizuar që ka sektori në financim, që sjell pastaj edhe pasoja. Kështu që si mund të nxitet financimi i këtij sektori, sepse përmes financimit vjen edhe zhvillimi. Cilët janë instrumentet? Të falenderoj edhe një herë për ftesën dhe falenderoj që më dhe mundësinë për të folur për një temë që lidhet me profesionin tim të parë si ish bankier prej 11 vitesh në një nga banka ndërkombëtare këtu në Shqipëri dhe prej 4 vitesh kam drejtuar një prej departamenteve që lidhet me agrobiznesin. Dhe për 8 vite kam punuar në zhvillimin e sektorit privat, ku një nga sektorët prioritar ka qenë agrobiznesi. Është për të ardhur keq që flasim sot për peshën që zë financimin në bujqësi krahasuar me peshën e financimit total. Ato çfarë ka qenë dhe ato çfarë është sot. Peshën që zë financimin në bujqësi aktualisht krahasuar me financimin në total është akoma ndoshta në nivele diku tek 5%, statistika të sakta nuk ka, por është pak i financuar dhe krahasuar me rolin strategjik që ka për vendin ton, ku mbi 17% zë peshë në pjesën e prodhimit e brendshëm bruto dhe prej 35% e forcës punëtore në Shqipëri është e punësuar në bujqësi. Gjithashtu kemi në parasysh që është një sektor i lidhur ngushtë me sektorin e zhvillimit të turizmit. Pra, këto janë dy shtyllat kryesore të cilat janë shumë të rëndësishëm për të zhvilluar, për të financuar. Dhe kur flasim për financim, pse duhet financohet? Sot jemi përpara dilemave të mëdha që lidhet me ndryshime të mëdha që lidhen me tregjet, ndryshime që lidhen me vendin tonë, jemi një vend kandidat që pretendojmë të hyjmë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s, por kjo hyrje në Bashkimin Evropian do të thotë që ne duhet kemi dhe standardet e duhura. Do të thotë që bizneset, agrobizneset, fermerët tanë duhet të jenë përgatitur dhe të kenë standardet e kërkuara nga ky treg i madh, nga ky oportunitet shumë i madh, por gjithashtu ne duhet të jemi në gjendje të përballojmë dhe të përmbushim kërkesat që kërkojnë tregjet me vlerë të lartë siç është Bashkimi Evropian. Arsyet janë shumë të punë, do ndalem tek pjesa që sektori bankar ka mundësi të eksplorojë më shumë produkte inovative. Janë një sër instrumentesh financiare apo produkte inovative që akoma në treg mungojnë. Përveç tematikave dhe diskutime që kanë bërë ekspertë të ftuar nga juaj, do të shtoja që akoma sot jemi përsëri në temën e sigurimeve. Pra mungojnë sigurimet në fushën e bujqësisë. Që është një pengesë. Sot akoma na mungojnë instrumentat e financimit të tregtisë, instrumentat që mbrojnë eksportuesit eksportet që ata bëjnë. Nuk flitet shumë, por një nga produktet inovativ që gjitha vendet në Bashkimin Evropian e kanë si produkt kompanitë e sigurimit, apo dhe vendet fqinj, lidhet me sigurimin e eksporteve, export credit insurance në anglisht. Do të thotë që janë instrumenta që mbrojnë eksportuesin për të mos u dëmtuar nga mos pagimet e klientëve, apo nga rreziqet të tjera që lidhen me tregtinë e tyre. Shpeshherë eksportuesit nuk flasin për temën që ata humbasin miliona euro thjesht nga mos pagimet e klientëve të tyre jashtë vendit. Ndodh kjo edhe ku ngarkesat
deklarohen me nivel të lartë pesticidesh, duke qenë se janë në rastet e fundit i mbron siguracioni, apo janë pagesa që nuk kryen për... Çështja e pesticideve do ndalen, sepse kjo është një çështje shumë e rëndësishme, por për sa i përket instrumentit financiar, pra sot kompanit, nëse një kompani ndodhet në Bashkimin Evropian, ka mundësinë të marrë shërbimin nga kompanitë e sigurimit, apo nga institucionet që operojnë si institucione publike, në mbështetjet e eksporteve, duke ofruar garanci eksportuesit për eksportin që ata bëjnë në tregjet jashtë vendit. Pra, në rast mos pagimit të vlerës së faturës, kompania e sigurimit i përgjigjet. Ata kanë gjithë mundësit, instrumentet për ta ofruar këtë shërbim. Fatkeqësisht në vendin tonë akoma ky shërbim nuk ekziston dhe është një mundësi për të inkurajuar kompanitë e sigurimit apo institucionet shtetërore për të patur një institucion të tillë. Prej faktit që eksportuesit nuk janë të gatshëm ta përqafojnë këtë paket, le themi sigurimi, që u jep mundësinë që të marrin mbrapsht apo të dëmshpërblehen në rast se nuk mbulohet fatura, nuk paguhet fatura, por është prej faktit që nuk ekziston si një paket, le themi, sigurimi nga ana e kompanive që operojnë sot në treg. Atëherë, më është dashur të eksploroj, ta hulumtoj këtë tematik, kërkesa nga eksportuesit, jo vetëm nga eksportuesit në fushën e bujqësisë, por dhe nga sektorët të tjerë, është shumë e madhe, kanë shumë nevojë për këto produkte, sepse në fundit i mbron ata. I mbron të mos humbasin fitimet dhe mos preken financat e kompanisë në raste kur ka një rrezik të tillë. Por kompanitë të mëdha, rreziku i mospagimit nga klientët e tyre. Pra klientët mund të jenë klientë që abuzojnë me mirëbesimin e eksportuesve, mund të jenë klientë të cilët nuk janë serioz dhe shpeshherë ka ndodhur që eksportuesit tanë janë dëmtuar financiarisht me vlera të konsiderueshme nga mospagimet. Por shpeshherë ata zgjedhin që mos flasin sepse ndoshta kjo dëmton imazhin e tyre kundrejt fermerëve apo të tjera raste, por është një tematikë për të eksploruar. Pra e mbajnë përsipër, le të themi, këtë bark të kosto dhe këtë pesh. Dhe shpeshherë ndonjëherë ky risk transferohet tek fermerët, sepse mund të ketë eksportues që për shkak të dëmeve të mëdha financiare nuk janë në gjendje të paguajnë dhe fermerët për detyrimet që ata kanë. Por aspekti tjetër lidhet me eksportet, pra ne duhet financojmë bujqësinë për të arritur standardet që kërkojnë nga tregjet me vlerë të lartë. Shqipëria ka avantazhe shumë të mëdha në fushën bujqësisë, tre janë elementet kryesor: toka, ajri, uji. Ne jemi vend që kemi avantazh konkurrues dhe ndaj Spanjës, dhe ndaj Marokut, dhe ndaj vendeve të tjera që cilët janë me eksperiencë, sepse këto vende po përballen me probleme të mëdha midisore, me probleme të mëdha nga përdorimi i madh i tokës dhe bujqësia intensive. Ne jemi në fazën që kemi oportunitete të mëdha në këtë fushë. Ka zhvillime pozitive, kemi një rritje të eksporteve nga 80 milion euro në 2018 dhe sot jemi në shifrat diku tek 150 milion euro, tek fruta perimet, kam parasysh eksportet në fruta perimet, bimët medicinale e të tjerë, po këto dy janë sektor që kam pasur mundësi t'i prek dhe t'i shohim më nga afër. Kemi avantazh konkurrues, ka nevojë dhe ka kërkesë shumë të madhe nga tregjet e Bashkimit Evropian, pra ne mund të shesim më shtrenjtë. Ne nuk mund të jemi Spanja, nuk mund të jemi Maroku, dhe nuk mund të kemi një bujqësi intensive, por ne mund të shtojmë vlerë duke rritur standardet, duke rritur cilësinë dhe drejt certifikimeve që kërkohen nga këto sektor. Një pjesë shumë e rëndësishme në këtë avantazh konkurrues është produktiviteti. Forca punëtore dikur ka qenë një avantazh konkurrues, pra ne kishim forcë punëtore të lirë, tashmë kjo është një kërcënim, pra ne kemi nevojë të investojmë në fushën e teknologjisë, kemi nevojë të përmirësojmë produktivitetin, jemi vendi që kemi produktivitetin më të ulët në rajon, patjetër dhe në Europë. Dhe për të rritur produktivitetin është një forma më natyrshme është të investojmë në teknologji, në makineri, drejt digitalizimit, drejt mirë menaxhimit të proceseve brenda kompanisë, dhe kur flas për bujqësinë kam flas për gjithë aktorët e zinxhirit vlerës, nga ferma në tavolinë. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse shpeshherë flasim për bujqësinë, por ka shumë aktorë që janë të integruar në këtë zinxhir vlere. Dhe bankat... Ju me drejt thoni që është kërkesë e kohës për të rritur produktivitetin, efektivitetin, por edhe si përgjigje e krizës, mungesës së fuqisë punëtore, investimi në teknologji dhe inovacion në sektorin e bujqësisë. Sigurisht që besoj edhe fermerët
do të ishin gati ta përqafonin këtë nëse nuk do të kishte kosto shumë të larta. Prandaj është shumë e rëndësishme që instrumentet e financimit jenë instrumente efektive në mënyrë që t'i qasin fermerët drejt financimit dhe më pas përmes financimit investimit në teknologji. Programi i prezantuar, sepse diskutuam dhe një javë më parë, i kreditimit i lançuar nga Banka Qendrore dhe i mbështetur nga qeveria përmes një fondi të garancisë sovrane prej 30 milion eurosh, nuk dha rezultatin e pritshëm. Duke qenë edhe në jo pak raste është edhe nga ekspertët është parashtruar teza që kjo nuk është risi, në kuptimin që ka pasur edhe më herët incentiva dhe nisma të tilla dhe nuk kanë dhënë rezultatin e pritshëm. Jemi sërish kur testojmë një praktikë dhe kërkojmë të marrim rezultate prej saj. Edhe ndodh që nuk i marrim sërish këto rezultate. Duhet ndryshuar qasja në këtë drejtim, pra si duhen përshtatur këto programe në mënyrë që të japin ato rezultate që ne duam në fund ditës, që fermeri të shkoj të ketë mundësinë e financimit dhe ky financim të përkthehet në investim dhe investimi të përkthehet në më shumë produktivitet dhe efektivitet, pra në ato zinxhirin e vlerave që ju përmendët. Sfidat në këtë financimin e agrobiznesit janë të mëdha dhe shpeshherë bankat kanë burokracitë e tyre dhe kanë kushtet e punës dhe për bankat nuk mjafton vetëm garancia e kolateralit, por bankat janë të interesuar edhe për aftësinë paguese dhe historikun dhe planet që ka agrobiznesi. Shpeshherë këto element mungojnë tek agrobiznesi. Kemi të bëjmë me njësi të kategorive të ndryshme, që nga njësit e vogla të cilët nuk janë të formalizuara, siç duhet, nuk janë në gjendje ta bindin bankën me historikun e aktivitetit të tyre, ju mungojnë planet afatgjata, janë pra gjithmonë kërkojnë financime afat shkurtra, dhe gjithashtu dhe bankat shpeshherë nuk kanë modelin e shërbimit që i përshtatet kësaj kategorie. Për të përshtatur kategorisë fermerëve të vegjël, ti duhet të jesh shumë afër atyre komuniteteve. Dhe kanë ndodhur që mikrofinancat pastaj e kanë pasur... Ka dhe shembuj pozitiv, siç janë disa programet që kanë të bëjnë me fondet mbështetëse si EFSE apo ABA Online e Fedi Invest, që kanë krijuar programe për t'i këshilluar fermerët me qëllim që ato të realisht të bëjnë investime të duhura drejt teknologjive që quhen green. Dhe aspekti tjetër që do t'i bënte bankat të mendonin ndryshe do ishte bashkëpunimi me aktorë të tjerë të rëndësishëm të zinxhirit vlerës. Pra, për t'i inkurajuar eksportuesit, për t'i inkurajuar agropërpunuesit dhe fermerët me të cilët ata bashkëpunojnë, ka shumë rëndësi që kjo të shikohet si një zinxhir i përbashkët vlere. Dhe ka nevojë që bankat të shikojnë shumë të lidhur financimin e tyre, jo vetëm tek agropërpunuesit, jo vetëm tek eksportuesit, por dhe tek fermerët e tyre. Një njësi agrobiznesi apo një fermeri, ata ndjehen më të inkurajuar për të investuar, kur ata shikojnë që produktet e tyre kanë një treg të sigurt shitje, kur ata shikojnë që në sezonin që vjen ata kanë garanci se ku do ta shesin, kur ata kanë mundësinë për të pasur një kontratë të shkruar. Këto janë vërtet, është ajo që ka të bëjë me sigurinë që u jepet atyre që ata të investojnë. Pse duhet të investojnë njësi agrobiznesi? Nëse nuk ka të sigurt tregun. Nëse ai nuk ka të sigurt tregun. Prandaj duhet parë dhe bankat duhet të jenë shumë vigjilente për të parë vërtet eksportuesit të cilët kanë një vizion për të rritur jashtë, kanë një vizion për të eksportuar më shumë produkte, kanë një vizion për të mbështetur fermerët, duke u siguruar kontratat, duke u siguruar vërtet këtë bashkëpunimin e konsoliduar. Dhe në këtë zhvillim ka shumë nevojë që dhe ato ka nevojë të vinë me produkte më inovative. Sot jemi dëshmimtar që akoma mungon leasing në fushën e makinerive dhe teknologjive për bujqësinë. Pra kemi leasing për automjete që janë shumë të suksesshme, por leasing në fushën e agrobiznesit akoma shumë banka e shikojnë me skepticizëm. Sot na mungojnë produktet që përmenda që lidhen me eksportet apo produktet të tjera që lidhen me motivimin dhe lehtësimin e eksportuesve në financimet e tyre. Ju përmendët që garanci për vetë fermerin që t'i drejtojë sistemit bankar, duke qenë se kufizimet dhe aksesi ullët, siç është
E njëjtë për sektorin bankar, për bankat nuk janë të prirura që të mbështesin këto forma financimi, pra duke shkuar tek sektori bujqësor për shkak të rrisjeve që ky sektor mbart. Nga ana tjetër edhe fermerët e kanë këtë hezitim për shkak se nuk kanë sigurt tregun, pra për produktet e tyre. Por nëse krijohet ky zinxhir, pra nëse fermerit i sigurohet se ku do ta tregtoj produktin. Ne dim që fermat në Shqipëri e kemi stërthënë, janë fermat vogla. Dhe ndoshta këto kontrata nuk do të kishin të njëjtën peshë kur bëhet fjalë për produkte pra mbi le të themi aftësinë dhe sasinë që mund të prodhojë një fermë në Shqipëri. Sa do ta ndihmonte kooperimi, pra bashkëpunimi këtë proces, sepse duke bashkëpunuar, ato në një farë mënyrë do të rrisin prodhimin. Duke rritur prodhimin do ta kenë më të lehtë këtë procesin e nënshkrimit të kontratës për gjetjen e tregut. Dhe duke gjetur tregun, është një garanci më shumë, por është edhe një mburoj në momentin që ato drejtohen në bank për të kërkuar financim. Sa e rëndësishme pra është që të paraprihet nga nxitja e bashkëpunimit mes tyre? Pa bashkëpunimi midis fermerëve dhe eksportuesve, ne nuk mund të kemi një bujqësi të qëndrueshme. Le të marrim një shembull në sektorin e fruta perimeve. Por gjithashtu, bankat duhet ta ndjekin këtë zhvillim shumë nga afër. Pra bankat nuk duhet mjaftohen thjesht për të parë dokumentacionin e një biznesi, e një agrobiznesi nëse ka kolateralin, nëse fiton apo jo, por duhet shikojnë dhe vizionin e zhvillimit të këtij zinxhiri të vlerës. Kemi shembuj shumë pozitiv. Kemi eksportues të cilët bashkëpunojnë ngushtë me grupe fermerësh, të cilët ja kanë arritur dhe të certifikohen në grup me Global Gap, me një nga standardet që kërkohen nga tregjet e Bashkimit Evropian. Dhe ky është një zhvillim shumë pozitiv dhe një bank apo një institucion në mikrofinancë e zgjuar mund ta shikojë dhe zhvillim dhe ti asistojë në financimet që ata kanë nevojë. Pra, por shumë e rëndësishme t'ju ofrojmë produktet e duhura këtyre fermerëve. Se shpesh herë fermerët janë të pa planifikuar në kohë dhe vinë me kërkesa urgjente. Pra ne nuk duhet të lëmë që t'i financojmë me një produkt që ndoshta s'është i përshtatshëm, nuk lidhet me sezonin e tyre, me natyrën e punës e tjera. Dhe aspekti tjetër shumë i rëndësishëm është të motivojmë të rinjt. Pra duhet të kemi produkte të cilët dhe dalin kaq shumë çështje pastaj dhe bankat kanë rolin e tyre shumë të madh, bankat dhe kompanitë në mikrofinancë kanë misionin e tyre për ta financuar në mënyrë të qëndrueshme bujqësinë. Dhe kur flasim për financim në mënyrë të qëndrueshme, duhet të shikojnë dhe aspektin të kenë produkte për të rinjt, për të inkurajuar sipërmarrësit e rinj, sepse shpeshherë ata janë inovativ, me ide inovative dhe ne duhet të inkurajojmë që brezi i ri të marrin në dorë zhvillimin e bujqësisë në të ardhmen. Nga 10 vite më parë, tani, por edhe në perspektivë, e shihni ju të mundur materializimin e gjithë këtij projekti për të arritur aty ku duam? Po, sot e shihni. Po, që të mos jemi pas 10 vjetësh prapë edhe diskutojmë. Gjej rastin për të thënë shumë të rinjve që da shohin agrobiznesin, doja të përmendja termin agrobiznes dhe jo bujqësi, se shpeshherë duke përdorur termin bujqësi jemi me një term shumë të ngushtë, por duke referuar dhe definicionit dhe përkufizimit që jep Berzhi, BRD-ja, bujqësia, agrobiznesi përfshin nga ferma në tavolinë dhe shpeshherë kemi nevojë që dhe vetë bankat dhe vetë bankierët do të kuptojmë se çfarë do të thotë agrobiznes. Pra është një sektor shumë i rëndësishëm që pret. Edhe pse jo, të fillojmë nga koncepti. Po, çdo gjë të ndryshojmë konceptin se pastaj ndryshon dhe qasja. Ne flasim për bujqësi dhe gjithmonë kemi në mendje atë bujkun, atë punën e vështirë me tokën, por ndërkohë që lidhen shumë aktorë dhe shumë aktivitete që përkufizohen si aktivitete në fushën e agrobiznesit. Edhe që mund të joshin të rinjt dhe mund të jenë më atraktive për vërtet që kemi shumë pozitiv. Kemi shembuj shumë të rinjve të cilët gjenerojnë të ardhura shumë të konsoliduara financiare dhe kanë pasur aftësinë për të rinvestuar dhe zgjeruar aktivitetin e tyre financiar dhe është një sektor që ka vërtet të ardhme. Nëse flasim për sektorët të tjerë mund të jenë dhe të përkohshëm, por bujqësia lidhet shumë ngushtë me ushqimin dhe në ditët që jetojmë është një faktor shumë i rëndësishëm. Dhe Shqipëria është një vend bujqësor dhe ne duhet ta konsiderojmë si një sektor prioritar. Nuk na mungon asgjë, thjesht kurajo dhe dëshira për të bërë
investime. Edhe për ta pasur prioritet, se ka vite që nuk është e tillë. Unë do doja që të ndronit edhe pak me ne, sepse do cilin pak në vëmendje aspektin e sigurimit, domosdoshmërisë për sigurimin e sektorit bujqësor, edhe si një, le të themi, mas paraprake për të ndihmuar apo për të nxitur kreditimin e tyre. Do të marrim disa informacione se si funksionon modeli turk, edhe ndoshta edhe ju mund të na jepni një qasje se mund të gjejë zbatim në Shqipëri apo element të cilët duhen përshtatur në mënyrë që t'jetë sa më i duhur, le të themi, por edhe të përqafohet nga fermeri. Të mos mbetet thjesht në letër, siç ndodh me jo pak nisma të tjera. Pak publicitet e rikthehemi sërish.